A ka mundësi me na shpjegu për veshjen e gruas dhe burrit, për rregullat e veshjes dhe po patet mundësi të mbani një ligjërat për këtë gjë? Si për këtë veshjes e gruas, dihet kushtet që kanë menduar ulemat për veshmbathjen e gruas. E para ta mbulon të gjithë trupin përpas fytyrës dhe duarve. Kjo sipas mëdhëbit të ulemave që thonë se fytyra nuk është auret. Për dallim për atyre që thonë se është auret. Ata obligojnë dhe mbulimin e fytyrës. Mos jetë rroba e të dukshme, e dyta, e treta, mos jetë rroba e ngushtë që të përshkruan formën e trupit. E katërta, mos jetë veshmbathje e famës, për famë, që të mburesh me ato. E pesta, mos t'i përngjan veshmbathje se krishterëve. E gjashta, mos jetë e të dukshme që të shihet. E kështu me radhë. Për këtë janë kushtet që kanë përmendur ulemat të veshmbathjes së gruas. Pastaj çka do vesh? Edhe kjo normalisht vlen para burrave. Kurse para grave, do situata është pak më e lehtë, andaj për shembull nëse do të mbulojë këtë trupi para burrave, para grave mund të zbulohen flokët, qafa, pjesë domethënë të krahave, për shembull ndër gjunjë e kështu me radhë. Para burrit normalisht se sikurse do të zhveçet gruaja para burrit vet, mund të rinë si don ajo, pa kur një farë kufizimi. Sa i përket burrit, do thotë normalisht se janë disa kushte më të vogla. E para, avreti i burrit është prej kërthisë e deri në gjunjë. Do thotë kjo është avret që ka obligim ta mbulon. Por normalisht se eleganca dhe pjesa domethënë e kulturës islame të veshmbathjes kërkon që vajtë të mbuluar tër trupin, domethënë, dhe kusht tjetër domethënë është që pantollat do thotë mos i ketë nën nyjen e zogut të këmbës. Dhe e treta është që ato veshmbathje mos jenë për famë, do mos i veshë njeriu me një që të dallohet prej tjerëve. Dhe e katërta mos u përngjan, do thotë jo muslimanëve. E kjo mos u përngjan jo muslimanëve është çështje debatuese, domethënë sepse dikun një gjë mund të jetë përngjasim me jo musliman, e dikun jo, për shembull veshmbathja e pantallonave tek ne nuk është përngjasim me jo musliman për shkak se veshmbathja e pantallonave është adet dhe zakon i përgjithshëm tek ne. Po, nëse jenë botën arabe ku ata veshin për shembull gerabin, dhe ti shkon vesh pantallonat, jo ka mundësi të llogaritet përngjasimi, po tani nuk llogaritet. Kështu më radh, do ndallen prej vendit në vend. Këto janë kushtet që janë përmend, domethënë, që kanë përmend ulemat me argumentet nga Kur'ani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për veshmbathjen. Dhe kësaj do t'i përmbahemi ne. Ajo që gjithashtu mund të thuhet në këtë drejtim është se rrobat e besimtarit duhet të jenë të pastra. Duhet të jenë domethënë të dëshmojnë pastërtinë e tij shpirtërore edhe fizikisht. Sepse me ato rroba ai do të falet, do të bën adhurim Allahun subhanahu wa taala. Ajo është pjesë e, andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pamja e bukur e këndshme, eleganca, in samt al-hasan juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwa. Sepse pamja e bukur është një pjesë për 46 pjesët e pejgamberisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka patur pamjen dhe dukjen e këndshme dhe të bukur. Andaj muslimani duhet mundohet të jetë elegant, të jetë i pashëm, të jetë i bukur, i krehur, i parfimosur. Sepse kjo është eleganca që kërkon Islami. Pra, domethënë nuk kemi nevojë na të kemi njerëz domethënë të pakrehur, njerëz të pahekurosur, njerëz me veshje domethënë të pa shije, pa ndonjë renditje, pa ndonjë semantik domethënë për pushmërinë e veshmbathje mes pantollave, këmishës, fanellës e kështu me radhë. Të mundohemi të jemi sa më elegant, sepse kjo është pjesë në cilën na edukon edukata islame mbi veshmbathjen e muslimanit. Normalisht e gruaja shumë është më rëndësi veshmbathja që të gjerë, edhe mos jetë tërheqëse dhe joshe dhe provokative për meshkujt. Po të jetë domethënë veshmbathje e cila tregon seriozitetin e kësaj grue dhe jep një farë dinjiteti. Pa filluar bisedë me të, jep dinjitet. Dhe normalisht ata njerëzit do ta respektojnë ndërën dhe nuk do të shkon mendja askujt për gabim dhe për të keqe. E përveç veshmbathjes në sjelljen e burrit dhe gruas, domethënë duhet të qenë gjithashtu kujdesi edhe ndaj fjalëve, ndaj grimasës, lëvizjeve domethënë të
të ftyrës, futja në bisedë me kënd dhe si, këto elemente janë pjesë e dukjes së besimtarit dhe normalisht se janë shumë të rëndësishme dhe se për saj domethënë varet edhe për shtypjen që ta lësh domethënë tek muslimanët ose tek jo muslimanët gjatë kontaktit me ta.